Pse e fshehu Topkolshi vrasjen që bëri? Çfarë e shtyu të mbulonte trupin e Pajetën ver Bajraktarit me dhej e dërasa, e mbi to të mbillte misër? Pe i provoj stime shumë gjatë këtë fush, edhe pe i literaturës botnore, nuk ka rast as krim që kryhet pa me gjurë. Këta persona që kanë vendosë, qoftë traditës momentale mendore, qoftë të para pregatitur për ta kryer një krim tillë, mendojnë që fshefja e kufonit i mshef edhe gjurmë të kryesë një krimi. U deshën plot 9 ditë që organet e rendit të udhëzuara nga prokuroria të zbulojnë se Topkolshi ishte njëri ndër personat e përfshirë në këtë ngjarje. Ai për këtë pjesë thotë që one nuk ku mujt me besu që ka ndodhë dhe ndoshta njëna për arsye që mi bo me besu edhe organet e drejtësisë është që ai nuk është hup, thjesht thëtë jëm hup edhe nuk disha, nuk e di pse se kum lajmëru. Kum kërku edhe në sqarim, po s'ka mujt më mo. Se ka qenë gjithë shka ma e lehtë në kuptimin e procedurës e të mbrojtjes e mirë po edhe ai vetë nuk mund me dhonë vërzjem për këtë pjesë. Kur thash edhe më parë se diçka duhet me metur në vendin e ngjarjes, e kam fjalën të provat forenzike, të dy forenzikave dhe asaj të psiatrisë forenzike për me vërtetu gjendjen e tij momentale, ka qenë në gjendje të një tronditje mendore, edhe asaj forenzike se çka kanë met prova në vend ngjarjes që identifikojnë këtë si kryes apo ka qenë vetën, apo me persona tjerë, gjitha këto duhet vërtetohen për prova dhe ekspertizave forenzike dhe atyne psiatrike. Se a ka pasur sulm në atë moment, a ka pasur goditje personi dyshim, edhe cila ka qenë historia e ngjarjeve mes tyne dy persona.